Nuk du me bo asnjë jeta. Asnjë. 60.000 zonca, me desh me bo ushqim të kontraktuar veç ka njerë kushton 60.000 euro dita. Ne kemi menduar me bo qendra për mësim plotësues, 5 qendra. Në radhë por, do të provojmë me depolitizuar arsimin, pasi që aktualisht arsimin në komunën e 5 totalisht është i politizuar. Sa shkolla shkurt se s'ke? Do të provojmë me një projekt pilot me 2 shkolla, me arsim tërditor, mandej do të provojmë bazuar në përvojat e fituara nga këto 2 shkolla, do të vazhdojmë me. Arta, sa shkolla kemi nisë? Kemi me fillu me pilot projektin njëherë në 4 shkollat kryesore në qendër të qytetit, duke bërë kështu jo vetëm ngritjen e cilësisë së arsimit, po edhe zhvillimin ekonomik ku kanë mundësi me punu pastaj edhe 2 prindër. Gani, sa shkolla me mësim tërditor? Është shumë e vështirë sepse nuk ka kushte në regionin tonë edhe përgjithsisht në Kosovë. Prandaj nuk isha me premtu. Hiç asnjë. Po, jo me pilot projekt gjithsesi. Sa? Edhe me një herë me në pilot projekt? 2. Faleminderit. Zoti Muhaxheri? Përveç 4 shkollave në qytet që nuk ka mundësi me u bo, të tjerat munden me u bo, po duhet me qenë ndihma e Ministrisë së Arsimit dhe involvimi i Ministrisë. Nxënë pa ndihmë të Ministrisë, so do mi bo vetë në 4 mandatin e ardhshëm? Nuk du me bo asnjë jeta. Asnjë. Okej, jeton? Jeta vetëm një kishkujt mu testu, arsyeja kryesore është peja nuk ka kuzhinë qendrore. Veç po ta marrni matematikë thjesht. S'ka, veç mundet me bo një kryetar jashtë. Mundesh me bo. S'mundesh për një ditë me bo. Jo, për një ditë, 4 vjet. Po mi veç ta shpjegoj një herë. 60.000 zonca, me desh me bo ushqim të kontraktuar veç ka njerë kushton 60.000 euro dita. Për çato po të vesh, ai ke qit lot. Një shkollë jeta, po një shkollë thash, të mundem me bo me testu. Faleminderit që je real. Reshat. Në të gjitha shkollat e qytetit, prej klasës parë deri në klasën e 5, jo 6 deri në 9, dhe sigurimin e ushqimit apo shujtjes do ta siguron komuna. Zoti Gelman? Fillimisht është koncepti për mësimin tërditor është i keq kuptuar. Ky është mësim ekstrakurrikular, sepse mësimi tërditor nuk kupton ndryshim të kurrikulës, pra ekstrakurrikular. Sepse nuk ka mësim lëndor. Sa shkolla kemi nisë? Ne kemi menduar me bot qendra për mësim plotësues, 5 qendra. Aktualisht është e pamundshme në shkollat e qytetit për shkak se funksionojnë në 2 ndrime. Edhe me themelimin e ndërmarrjes kuzhina e qytetit do të mundsohet në këto 5 qendra për më furnizuar edhe fëmijët me ushqim. Vebi? Unë me një të aprovojmë një herë dhe ta shiqojmë. Me një të aprovojmë. Faleminderit.